receta e dytë është paça e iftarit. Oh, Po. se sot është dhe një natë fort e këndshme dhe rëndësishme për besimtarët musliman që quhet Nata e Kadrit, që vlen sa 1000 ditë, kështu që agjërim të lehtë e të pranuar, jemi në ditët e fundit të muajit të Ramazanit. Përgatisim pas pak paça e Ramazanit me kos dhe hudhër. Për këtë recet ju nevojiten 500 gram kokë qingji ose viçi, një qep mesatare, 2-3 thelpinj hudhër, një lugë çaj krip, një lugë çaj piper rizi, një gjethe dafine, një filxhan çaj oriz, dhe kemi përgatitur edhe këtu një salcë që përmban 2 të verdha veze, 500 gram kos, 2 thelpinj hudhër, lëngu i një limoni dhe pak krip. Si do të veprojmë, do ta tregojmë hap pas hapi, sa të vendosëm direkt tani tavën. Ja, direkt. Do të shtoj pakës ujë dhe pa tjetër që pak më vonë do shtoj... Nga fundi, kur të ketë zier, do shtojmë edhe salcën. Do shtoj dhe pjesën tjetër të salcës. Në furr tham, po pa tjetër në furr, ul 10 gradë. Ja salcën po e lëktum janë. Dhe 210 dhe vim sërish direkt vrap. Produktet i kemi në tryez. Pra, orizin, kosin, erza të ndryshme, dafin hudhër, 2 të verdha vezësh. Yndyrë. E lëm të nxehet mirë. Kam qep të bardhë, qep të kuqe që t'i jap shije. Kaq ishte. E dim shumë mirë që bashkimi i qepës kuqe me preshin ka një aromë tjetërsor, dhe nëse doni të dini ju, sërisht aroma e preshit ku ndërmon më tepër, dhe pse është një masë më e vogël ku ndërmon më shumë se qepa. Pa preshi ka aromë më shumë se qepa. E shtoj këtu. Marr dhe bëj shplarjen. E kemi thënë që është shumë mirë. Me pakës fare, ja. Direkt këtu. Për zjerjen. Ja. Dhe e largoj. Të zbutet qepa dhe më pas do shtojnë të tjerat njëra pas tjetrës. Pakës krip. E lë të bëhet. Kam lëng mishi, mund të keni lëng koskash, koke, nëse nuk keni mund të vendosni copa mishi, si të dëshironi ju, dhe jo vetëm, por çfarë mund të përmbajtë në frigoriferi. Pra unë e kisha më të kollajt që të kem disa copa mishi. Shtoj. Edhe lëngun. Lëngun. Nëse ju keni dëshirë, mund të trashni me oriz, ose ndryshe me miell misri. Si të dëshironi ju. Me që unë e kam. E kishim orizin nga receta tjetër, kështu që e shfrytëzojmë dhe riciklojmë. Unë shfrytëzoj orizin. Kam kosin, të verdhat e vezëve, sikurse të marr edhe dhe hudhrat. Pajisjen e hudhrës. Ndoshta e bën dhe direkt. Okej. E kaloj direkt. Atë pjesë po e lë që mëra, po e lë. Që të krijohet, të ketë shijen si pjesa e trurit, gjatë zjeris së shumt.
atë përfitojmë, atë shije përfitojmë, dhe pjesën tjetër e largojmë gjë që nëse dëshironi, shumë mirë mund ta vendosni edhe në pjesën e pushkave. Siç është edhe te pushrat, po si një antibiotik edhe një Pjesën anti-inflamator. tjetër që unë kam që kam në formën e pastës. Hop, e kaloj. E kaloj te gatimi. E përzijej mirë. Marr copat e mishit. Ti bëjmë në copza më të vogla, besoj. Pra shpesh herë ju pjesët që keni për shembull me dell apo lërini që ti keni për këto gatime. Mund përgatitet shumë mirë edhe gjatë ditës së sotme për iftarin e sotëm, për nesër. Dhe në çdo ditë tjetër është një recetë e thjeshtë dhe e shpejtë. Do të shtoj. Tu është qep, është karot. Ka janë erza të thata, gjë që pjesët që nuk ju duhen ju për shkakun që ngelin nga shtresat e qepës, lërini të thahen dhe i keni të duhura. Dafinën. Qep, dafin. Piper të zi. Kaq. I largoj masën e kripës me terezi. Sërisht i përzijej mirë. Kaloj pjesën e orizit. Largoj një pjesë të këmishës të qepa. Dhe sërisht do t'i shtoj lëng direkt. Edhe e mishit. Siç është. Tu ku jam. E le të bëhet. Do të shtoj 2 të verdha të vezëve. Pakës krip. O, pak vaj. Dhe koqin besoj dhe koqi aty. Kjo mas do t'i shtohet nga fundi i zjerjes. 500 mililitra kos. Nuk e lë. Ja. Përse quhet paça, sepse është e mpicur si puna e çorbës. Pra kemi një mas kremoze, shiko. Nuk më duhet ai kosi që të ketë pjesën e ujit. Të të Nëse ka pjesën e ujit, sërish nuk është problem. Do të marr pak lëng lakre, sepse e tillë më duhet. E kaloj këtu. Merrem me pjesën tjetër, këtu, me pjesën tjetër të mishit. Mirë ka zjerë, coptohet kollaj. E ja shtojmë. Derisa unë të kem mundësin me copa që t'jetë më komode dhe më praktike për ta provuar, shijuar deri në fund. Do t'i lëmë edhe kohën e duhur që të zjej deri në fund të hapësirës së gatimit për ta shijuar dhe servirur paçan e iftarit, kështu që do t'i lexoj edhe një produktet, çfarë përmban kjo recetë, përpara se ne të bëjmë një shkëputje me reklamat.
paçaj Ramazanit me kos dhe hudhër për sot në iftarin tuaj. 500 gram kok qingje ose viçi, një qep mesatare, 2-3 thelpinj hudhër, një lugë çaji krip, një lugë çaji piperizi, një gjethe dafin, një filxhan çaji oriz ose pak miell për ta trashur, ndërsa salca përmban 2 të verdha veze, 500 gram kos, 2 thelpinj hudhër, lëngu i një limoni dhe pak krip. Ne përgatitëm, presim në pas publicitetit për të shtuar dhe elementet e tjerë të fundit të kësaj recete, por në kuzhinën tonë pas pak do të vi edhe i shefi kuzhinës si një restoranti që është shumë familjar, që ka një mikpritje të jashtëzakonshme, ka ushqime fantastike, një kuzhinë e ndërthurur që quhet Zemra e Patokut, pas publicitetit.